Zonja dhe zotrin përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Fshatrat e Gjirokastrës, të cilat përgjatë 2 ditëve të fundit janë izoluar nga bora, sot do të zhbllokohen, pasi ka mbritur nga Ministria e Mbrojtjes, mjeti i cili do të ndërhyjë në të gjitha zonat e bllokuara. Shumë fshatrat e Gjirokastrës prej 2 ditësh vuajnë mungesën e energjisë elektrike, por sipas drejtorit të ÇEZ ka pasur një avari për të cilën aktualisht po ndërhyet në teren. Fshatrat e Gjirokastrës, të cilat përgjatë 2 ditëve të fundit janë izoluar nga bora, sot do të zhbllokohen, pasi ka mbritur nga Tirana mjeti i cili do të ndërhyjë në të gjitha zonat e bllokuara. Mjeti i mbritur nga Ministria e Mbrojtjes ka filluar punën qysh në orët e para të mëngjesit në Kardiq, aty ku filluan edhe problemet e para për banorët. Në terren përveç shtabit të emergjencave civile të bashkisë, kanë qenë edhe grupet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, pasi shumë fshatra në Gjirokastër prej 2 ditësh vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Sipas drejtorit, ka pasur një avari për të cilën aktualisht po ndërhyet, ndërsa problem vijon të mbetet furnizimi me energji elektrike për fshatin Golëm. Po, në bazë një plan kërkesë drejtuar prefekturës dhe prefektura e drejtuar Ministrisë së Brendshme, drejtorisë së emergjencave civile, është vënë dispozicion mjetit që po shikoni mbrapa meje, i cili do të zhbllokojë rrugën e bllokuar në aksin rrugor Ure Kardiqit Fushbardh, me të marrur punë në ky aks rrugor do të vazhdojë rrugën Picar Golëm. Për momentin, situata është e përmirësuar, presim rreshje të shumta shiut dhe të bore, dhe ne do të punojmë së bashku me njësinë administrative, me kryetarin e njësisë administrative, jemi në terren për ta monitoruar situatën hapasapi. Sigurisht që mjeti është gati për zonat cilat kërkojnë ndërhyrjen e këtij lloji mjeti, pasi bashkia ka mjete të tjera, të cilat janë në eficiencë të plotë për mjetet për sipërfaqe dhe territore të cilat janë të përdorshme dhe të kalueshme nga mjetet e bashkisë. Jo, për momentin nuk ka zona. Në raportime me njësinë administrative, kryetarit e njësinë administrative, zonat e tjera janë të zhbllokuara, aktivitetit kryet normal përveç këtyre 2 zonave që përmendëm më sipër. Rrugët nacionale janë të gjitha të kalueshme në qarkun e Gjirokastrës, por problematike dhe të bllokuara vijojnë të mbeten njësitë administrative Kurvelesh, Buz dhe fshatrat Selsk e Vogël dhe Shal. Policia e shtetit ka zhvilluar mes ditën e sotme operacionin e koduar Blici rrugor. Të shtrirë në 12 qarqe të vendit, operacioni ka për qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vendosjes së ripit të sigurimit, por edhe për respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Drejtoria vendore e policisë së Gjirokastrës zhvilloi sot operacionin e koduar Blic rrugor të shtrirë në akset kryesore. Operacioni ka startuar në orën 12 dhe ka zgjatur për më shumë se 2 orë. Ndërkohë që ishin ngritur disa pika kontrolli në gjithë qarkun, aksioni ka synuar goditjen e palishmërisë, kryesisht atë që lidhet me zbatimin e nenit 170 të kodit rrugor për mos vendosjen e rripit të sigurimit. Në Gjirokastër janë ngritur 3 pika kontrolli, në Gjirokastër, në Vanistër, në Mashkullor dhe në qytet. Gjatë aksionit të policisë ka pasur reagime nga më të ndryshmet nga qytetarët të cilët janë gjobitur për arsye se nuk ishin vendosur rripin e sigurimit. Mos gaboje ka na 50 minimale dhe në 150 maksimale. E ka kodi rrugor, nuk e urdo. Ne ma çfarë? U jam shqiptar, punoj për Shqipëri. Ti punon për sekund, ti punon për shkëputje. Po. Ti ka edhe por ai dile mua pa. Unë të respektova. Të ndalova. Vje mua kush është shefi. Qare, Evropë shkjo, qysh kjo? Vjedhe në fazër, ore hajde këtu zotri. Ky mu thot mua masa administrative në zero. Unë jam për Greqi. Ore jam për Greqi, jam me Evropian. Ai më thot i në grot pa kuash. Jo, nuk vedhe në kuash, ani më gjërë mjetë. Aty tani do bësh. Mami në rregull, tani do bësh mua, do bësh 150 lekë. Pika kontrolli janë stacionuar edhe në qytetin e Përmetit, të Këlqyrës, të Tepelenës dhe të Memaliajt. Reforma në drejtësi do të preke edhe një tjetër sektor të rëndësishëm siç janë marrëdhëniet media-gjykat. Kuadri i ri ligjor për organet e qeverisjes së sistemit gjyqësor ka parashikuar që çdo jurisdiksion apeli do të ketë tashmë edhe një gjyqtar që do të merret me mediat. Reforma në drejtësi do të preke edhe një tjetër sektor të rëndësishëm siç janë marrëdhëniet media-gjykat. Kuadri i ri ligjor për organet e qeverisjes së sistemit gjyqësor ka të parashikuar në çdo jurisdiksion apeli
se do të ketë tashmë një gjyqtar që do të merret me mediat. Eksperiencën e vendit të tij në këtë drejtim e ka sjellë për gjyqtarët shqiptar gjyqtari holandez Mark Bax në një trajnim të organizuar nga Euralius nga qendrat List, ku e vuri theksin të rëndësia që ka transparenca. Sepse drejtësia duhet të jepet, por edhe duhet të shihet, duhet të kuptohet nga publiku se si ajo realizohet. Nëse doni që publiku të ketë besim tek gjyqësori, në radhë të parë ata duhet të kuptojnë gjyqësorin, ta kuptojnë se çfarë po ndodh, pra se si funksionon ligji, është shprehur Bax. Gjyqtari holandez tha se krijimi i një raporti të mirë mes gjyqësorit dhe medias mbetet sfidë. Edhe gjyqtarët shqiptarë theksuan rëndësinë e gjykatave me mediat. Sipas tyre, gjykatat duhet të jenë më aktive në përhapjen e informacionit. Rëndësinë e transparencës në gjyqësor e theksoi edhe zëvendës shefja e Euralius Agnes Bernard, e cila tha se reforma në drejtësi ka parashikuar ligje që rregullon marrëdhëniet mes gjykatave dhe mediave dhe Euralius ka dhënë një ndihmës në këtë drejtim. Një person është ndaluar nga policia pasi është kapur duke prerë pemë frutore në pronësitë e një shtetësi tjetër. Sipas policisë, Safet Spahiu, 56 vjeç, banues në fshatin Dolar, njësi administrative Deshnic, rreth orës 7:00 në vendin e quajtur Proi Dolarit. Fshati Katundirsht është konstatuar duke prerë me SPAT pemë frutore me një vlerë prej 30.000 lekë. Pronë e shtetasit me inicialet M, banues në qytetin e Këlqyrës. Pas konstatimit është lajmëruar policia që ka bërë edhe ndalimin e tij. 3 lëkundje sismike me magnitud nga 5.1 deri në 5.4 kanë tronditur sërish Italinë qendrore. Lëkundjet kanë përhapur panik tek banorët. 3 lëkundje sismike me magnitud nga 5.1 deri në 5.4 kanë tronditur sërish Italinë qendrore. E para rreth orës 10:25, e ndjerë në rajonet e Lazios, Abruzzos dhe në Marke, ndërsa e dyta dhe e treta rreth orës 11:14 dhe më intensive dhe më të zgjatura. Epiqendra e tërmetit të parë është regjistruar sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkaneve në Monte Real, në provincën e Aquilas, në një thellësi prej 9.2 kilometrash. E njëjta zonë pranë Amatrices që u shkatërrua nga tërmeti i 24 gushtit të vitit të kaluar. Gjatë lëkundjeve sismike të rreth 5 muajve më parë në Italinë qendrore, humbën jetën 299 persona, ndërsa epiqendra e tërmetit të dytë është regjistruar në Capitanion, në thellësi prej 9.1 kilometra, sërish në Aquilano. Lëkundja e tretë preku Pizolin, L'Aquila në thellësinë 8.9 kilometër me magnitud 5.3 ball. Lëkundja orës 10:30 trëmbi dhe banorët e Rjetit, ku aty studentë të disa shkollave kanë dalë nga klasat për t'i paraprit çdo rreziku. Edhe në Rom, ku lëkundet janë ndjerë me intensitet të lartë, disa të pastrej janë mbledhur në porobore, ndërsa janë evakuar edhe muzet dhe metrot. Numri të punësuarve në rrethin e Gjirokastrës ka pësuar një rritje me 25%. Kjo ka bërë që zyrat e punësimit i referohen më së shumti bashkëpunimit me format private si një ndër metodat më efikase për tregun e punës. Numri të papunëve në rrethin e Gjirokastrës ka një rritje prej 25%. Kjo ka bërë që zyrat e punësimit i referohen më së shumti bashkëpunimit me format private si një ndër metodat më efikase për tregun e punës. Drejtuesi i zyrës së punësimit Gjirokastër Edi Pesha paon se për gjatë vitit 2017, një vëmendje i është kushtuar edhe artizanatit, ndërsa bizneset më së shumti kanë qenë ato të fasonerisë, për nga numri më i lartë i punësimeve. Në vitin 2017, nga bashkëpunimet që ne do të kemi me biznesin, me gjithë aktorët dhe faktorët e tjerë të punësimit në rajonin e Gjirokastrës, me pushtetin vendor dhe gjithë shka tjetër, ne do të përpiqemi që të rritet numri të punësuarve, numri të ndërmjetësuarve, po kështu do të përgjigjemi të gjitha kërkesave të biznesit me kandidatura të afta, duke i quar dhe duke i përgatitur, duke i orientuar këto kandidatura në përkurset e formimit profesional, në shkollat profesionale, që ata të jenë sa më të aftë për tregun e punës. Në qarkun e Gjirokastrës numërohen gati 225 persona të papunë, ndërsa numrit më të lartë mbartin femrat. Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëmirëpafshim.